Unë jam I sigur se BDI-a do përsoj katastrofë elektorale. Dhe humbë zgjedhjet shumë keq. Për një arsye që 20 vjet ka bërë mashtrim, por ka dhe një arsye praktike pse BDI-a dhe humbë zgjedhjet. Se VMRO-ja fuqishëm do ta përkrah Vlenin si me konë vetë në lojë. Jo që ata duan të fitoje Vlenit qatë shumë, po Mickovski don pe manesh, jo direkt, ta legjitimoj politikën e vetë të shqiptarët. Rezultati pozitiv I Vlenit është bane mend pa lidhje. Njerëzit duhet çdo fjalë të mbajnë mend. Atë natë, kur do fitoje Vleni, mas 4 orëve, atë fitore dhe merë Mickovski në 12. Mbane mend fjalimin ndjekni. Mickovski, se ka fitu qeveria, është legjitimu politika ime të shqiptarët, dhe ai do të krijoj barierë të bashkia ndërkombëtare që mos e sulmojnë për politikën e vetë anti-shqiptare. Çka punë ban Vleni. Që ata kur të më dëgjojnë sonte, thonë, kjo kundër nesh. Deri pronë. Edhe jo kundër BDI-s. Nuk kam unë doni mendim. As të mirë, as të keq që e dallon BDI-n për Vlenit. Ama prap do të jem korrekt. 35 vjet Tita, ju ba drit pak e mani men, 25 vjet Aliamen, e përgjësia shumë e madhe këndaj. Në këtë humbje të BDI-s, pejat natë, mbrënda 24 orëve do të ndodhë një rrjedhje 50% e njerëzve që kanë shqiptarët, që kanë qenë BDI, drejt PDSH-s. Që është shpresa e re e rezistencës politike. BDI-a pejat natë mos ka rezistencë politike. Se problemi është se BDI-a është ish pushteti, nuk është opozita. Opozita hup njëherë, mahet, përshdyti, është ish pushteti. Kjo është e para që them unë se do të filloj të përmirësohet situata. Në momentin kur situata do të filloj të përmirësohet, PDSH-ja do t'i tregoj muskujt e vetë politikë. Me prezencën e njerëzve, me organizimin e strukturave, dhe më pastaj pas një kohë, me manifestimet pak kënaqësisë.